Mi mbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar kudo që ndodheni në të gjithë kufijt natyror e kam fjalën për Kosovën, Malezi, Maqedoninë tonë dhe Çamërinë e Djegur. Të dashur shqiptar, sidomos mirëdita u them shqiptarëve të Amerikës e të Kanadas që mezi presën të rikthehen në vendin e tyre. Si që kam thënë, dashur shqiptar, ka kohë që arrestimet duhet të përfundojnë, pavarësisht se dy partit i kanë bërë prokuror, i kanë bërë gjyqtar, sekser, anti-shqiptar. I kanë bërë me diploma falso dhe gjithmonë i kanë përkrahur ata. Ka vite që SPAK-u dashur shqiptar është krijuar. Nuk është krijuar për të ndenjur, e për të fjetur, e për të veshur me kostume me mira dollar e me ora floriri. Po është krijuar vetëm e vetëm për të arrestuar dhe për të konfiskuar të gjithë ata që kanë vjedhur për 35 vjet. Nuk kanë vjedhur pak, po kanë vjedhur miliona e miliona dollar ka çdo person. Kanë qenë 1840 deputet për 35 vjet. Ministra, kryeministra, presidenta, pa përjashtim asnjëri, janë emëruar të gjithë, bolshevikët, antar partie, sekretar partie, e muar në dorë Shqipërinë, e varfëruan, i përzun shqiptarët. Kjo ishte qëllimi që u bë SPAK-u, të dashur shqiptar, dhe i shini të SPAK-ut ku janë ulur në tavolinë. Zoti Brau është kryetari i SPAK-ut. Ju e pat dhe vetë, para 7 muaj, u emërua se s'kishte tjetër për të emëruar. Ka qenë më përpara qesh i nxjerr syt për te Dumani, pra, dhe nuk është kraja këtu dashur shqiptar, hajduti mi madh, kështu i ka thënë Sali Berisha. Ne i kemi thënë Braut, zotit Brau, që përfundo arrestimet. Dosjet janë të përfunduar, do me thënë të mbaruara dashur shqiptar, gati për arrestim. Në heshtje, i kanë hedhur sa kanë filluar të myken. Po mirë, po dosjet e arrestimeve, që quhen shqiptarët që thonë fletët e arrestimit, në për tavolinat e Braus, të Dumanit, plot. Po thuaj në të gjithë prokurorët të SPAK-ut kanë fletë arrestime. Nuk është 1, 2 e 100. Disa sekserët e këtyre u duket e çuditshme, por vetë populli shqiptar e di që janë me mira e me mira për të arrestuar. Unë i thash zotit Brau nga Amerika, do të vijë një letër, dofta shqiptarët e kanë dëgjuar një intervista time që kanë bërë nga Amerika, dhe kur u ktheva në Tiranin e gjakosur. Dofta ai nuk besovi. I thash, vazhdo dhe përfundo arrestimet. Fletë arrestimet e i ke gati, ke kohë që i manë. Njerëzit shëtisin, e kam fjalën për Agasin, për Izvens kryeministrin Balluku, për Izvens kryeministri që është në Evropë, që akshën vënë emri Tigri, hajduti i hajdutëve. Çfarë nuk vodhi dhe ai. Edhe parat e tërmetit, parat e ujra që ranë, i vodhi së bashku me Edi Ramën. U largua shumë bukur. SPAK-u duhet ta kishte sjell me kohë. E di ku është. Bën një intervistë
pra shqiptar, në çdo gjë që kemi thënë realitetin. Ne i dim gjithë dosjet e këtyre një për një. E kanë fjalën për Zotin Brau. Zoti Brau me njerë u nis në Amerikë urgjent, vetëm për një firmë që ka vend. Dhe vetëm për të përfunduar arrestimet para se të vinte ambasadori serios. Dikush mund të thotë, po pse serios, të tjerë nuk kanë qenë serios? Të dashur shqiptar, ambasada ka qenë, njëherë vinte dhe Edi, njëherë dhe Nanua, njëherë dhe Saliu, njëherë dhe Iliri, vinte me të gjithë to partit. Sepse Shqipëria ishte përkthyer këtu, dashur shqiptar, po të dilte një ambasador i huaj, grek, sërb, rus, francez, gjithë gazetarët pas, sepse ata qushin tamam si qeveritar. I linin këta, sepse vithin bashkë, kanë vjedhë Shqipërinë. Dashur shqiptar, daç nga Evropa e nga gjithë bota, e pse jo edhe nga Amerika, luçin të vini në Shqipëri ambasador. Sepse e dini që në Shqipëri, kur i thoshe hajtë t'jap një kafe, një valigje me para. Parat e shqiptarve. Parat e shekujve të shqiptarve. Parat e 85 vjetë. Parat e 26 vjetë që punuan shqiptarës si slevë, në për kooperativa, në për fabrika, në për ferma, në ushtri, vullnetar, në Hekurudh, universiteti, studentët, të rinj, pa para. Ngritën fabrika, pa para. Parat e tyre i kanë ngrënë të huaj ambasadorët. Po shqiptarët e kanë fjalën dhe mendjen të ke arestimet. Ja pra, në dorë të Braut kanë qenë arestimet shqiptarë. Unë i kam thënë Braus dhe prap, po i them tani në këtë minutë. Dhe dëgjon edhe nga Amerika, bilem, këtu do të keni si simpati nesër. A i vajti për vetëm 24 orë. Bilem që ande, bëri sa zbriti, bëri telefon arestimin, sepse atje ishte ora 12 dashur shqiptar, i drekës, që u arestua me njëherë Agasti. Shqiptarët e mi, Agasti bëndej qef në për rrugët e Tiranës, të Durrësit, në plazh, ka qenë me Edi Ramën, ka qenë me sorrën e sorrollopëve, brite e dinte spaku, por nuk donte të arrestonte. Nuk donte të arrestonte, siç nuk ka desh të arrestoj zëvendës kryeministren, Ballukun, që ka bërë kashillëk. E më në fund e prahapë vetë spaku, që është shtatzane, demek se arrestojnë. Pra lajmërovi i qande, a i rrinte, si i thonë këtu, ku ka qenë bloku i udhëheqësve. Kanë bërë kafene, restoranta për mbretërinë, për 3%, për rrugaqët deputet, për ministrat, për kryeministrin, për ish presidentat, për presidentin Matuf, Hajdutin, që ka vjedhur në Bregdet, kur ishte ministri i mbrojtjes. Pra, bravo, ta kam thënë, nëse nuk i arreston këto ditë, vajte me avion të rregull në Amerikë. Do flesh sonte me një hotel të mrekullueshëm,
ushqim moderne të pritën me buzë në gas. Amerika kur të pret me buzë në gas, dije se e ke shumë të shkurtër. Nëse ti, së bashku me Dumani, së bashku me Karajen, nuk i arestoni këto ditë, unë dje një keqardhje për fëmijët tuaj. Sepse, kur të shkoni përsëri në Amerikë, do shkoni të lidhur e në burgu pa dritare. Pse e them keqardhje? Se më shkruante një zotni në orën 1:30, mos të vi keq për fëmijët e tyre. Mu kujtua me njëherë, kur unë shkonje në baba im në Burrel, me 2 torba të vogla, me bukë të thekur t'i qonje babës tim. Se regjimi komunist i vrau familjet më të mirat të Shqipërisë, ajkën e familjeve. I vravi patriotët dhe fëmijët e patriotëve i Burgosit, Niprat, Mbesat, Pleqë, i trenovi në përkampjen të trajnimit. Arriti sa në Lushnjë. Vërtet qyteti vogël ka qenë rrëzë malit, po fushë e tij ishte pjellore, deri thuaj, po thuaj në firë. Arritën u bën 7 ferma, pluk, qerm, grabihan, gjaz, savër. Punonin si slev fëmijët, Mbesat dhe Niprat e patriotëve të Shqipërisë. Sidomos në kampin e shtyllasit që ishin të gjithë për politikë. Pra, për këtë më erdhi keq, që thash ndje keq ardhje për fëmijët e këtyre, që i kanë mësuar dhe të përkëdhelur. Fëmijët e këtyre bredhen me makina nga $200-300.000, me xhamet zinj, dhe më pin kafe në bloku, një kafe $10. E pra, ju të spakut, keni ullu në tavolinë dhe me kamarier special për mbi kokën tuaj. Ju e dinit ku ishte Agasi, ju e dini ku ishte Balluku, Beqa i që e liruat, drejtoreshën që ka marrë miliona $, e liruat, e bet aresht shtëpije, në shtëpi, asë është fare në shtëpi, breth. Edhe that, e zum, e kontrolluam nga Elbasani, Cërrik, deri në Kavaj, Rokozhin, gjoja e ndojt, dhe ishte shumë i rrezikshëm. Pse i ginin i shqiptarët, ju i dini ku ishte. Po dha urdhë me njëherë Brown që nga Amerika. Dhe tani të dashur shqiptar, janë 2 gjëra. O do përfundojnë arrestimet, o do arrestojnë këto fytyra që pat këtu, e një 10 të tjerë si këta. Sidomos, arrest më të rrezikshëm i do ketë për Brown edhe për Duman. Sidomos për Krajin. Si që ka vjedhur, si shtot Berisha, miku i tij, shoku i tij, që e ka bërë prokuror, Berisha, që del para spakut e thot, Kraja ka hotele, ka vila, ka vjedhur. Duman e thot, ka hotele, ka apartamente, ka vjedhur. As Dumani, as Kraja nuk i kthen përgjigje. Pra shqiptarët e mi, erdhi koha, po çfarë s'po bëjnë në Shqipëri këta zot? Mjekësia që ka më rëndësi në Shqipëri, arsimi dhe mjekësia, dashur shqiptar, ja pra Dumani me Sali Berishën, që Saliu i thot Dumanit, ke vjedhur, ke bërë, i vete të henave, mbleth
satelit e ti gazetar dhe analist. Konferencë të rregull, bërtet e thret, gjeta thot duke nëmruar parat, Domani, asnjë përgjigje. Po çfarë s'u kanë bërë ju shqiptarë, çfarë nuk po bëjnë? Shikojeni dashur shqiptar, studentët e mjekësisë. Dëgjoni si thresën. Mund të ndaloni fytyrën e profesorit? Ha, shqiptar o shqiptar. Dashur shqiptar, studentët këta që do jenë në mjekësi, ai ka e shqiptarëve. Shpresa e kombit me studentët, që janë më të zgjuar. Ka dalë ai profesor aty dhe polici i dedera kërkojnë numrin që të regjistrohen. Po për çfarë arsye bëjnë zhurmë? Sepse profesori thot aty, a ke parat, më jap dorë të jap numrin. Bërtasën studentët. Kjo është një keqardhje dhe një ofendim të dashur shqiptar, mund ta lini zotni. Ta shikojnë shqiptarët se qa po bëjnë fëmijët e tyre, të mjekësisë, bërtasën, zire, tamam mu kujtua si në kohën e regjimit bolshevik, prisnin radhë për të marrë qumësh, prisnin radhë të minin bukë, prisnin radhë për çdo gjë, të minin tollonën. Ja pra Edi Rama, ku i ke studentët, ku i ke ministrat, rrugaqët, ordinerët, që i shtypën studentët, ajo është do të thotë që ikni nga Shqipëria. Po unë po i lajmëroj studentët prej këtush, na keni ne dhe ne do të shkojmë te urgjent. Dhe ai profesori që është u jep tiketat, numrat, ai duhet arrestuar urgjent. Apo jo spak? Apo jo Duman që je këtu, që shkon? Ja pra dashur shqiptar që i kanë bërë universitetit. U marrën dhe atë qindarkën e fundit që baballarët e tyre marrën nga $100 në muaj. Gjuna, studentët. Studentët më të mirë të shkollës. Kurse, Edi Rama me rrugaqët, ha, pi, bën qef në Pogradec. Ja pra ky Edi Rama. Ja pra dashur shqiptar, Edi Rama në Pogradec me hajdutët. Të gjithë hajdut. Gjysmit janë këtu, se nuk i merë fotua. Ke parti një shtet me 40-50 ministra, ja pra, Edi Rama. Ja pra si janë veshur, pipilosur, hanë peshk pe Pogradeci. Ah, kryetari bashkisë të Pogradecit. 3 ditë i mbajte me ty shqyër dhe më dark me danca loj dashurie. Kurse studentët shpresa e kombit ton, mjekësia, shtyshin dhe nuk i jepnin numrat, po mos i jepnin parat. E ku t'i gjeni studentët parat? Baballarët e tyre nga $80 në muaj, sepse kanë punuar në për kooperativat, fermat, kështu ka qenë Shqipëria, në për kolkozët bolshevik. Kurse ti Edi Rama, ajo dosja tënde ka kaluar jo vijat kuqe, po ka kaluar dylbeli. Je tallur me shqiptarët. Kjo do të thotë se ti nuk je shqiptar. Ti do i rumun.
do i çoban. Ti bën qef në Pogradec, i ke lënë qëllimisht që ti mbledhen parat studentave, që tu më marrë dhe atë para, që ata janë regjistruar, kanë dalë student të rregull, vetëm të jepni numrin që ata kërkonin, po jo. Kur ja jepte duhet t'i jepje para, ti fusje ja $200, e ku ti jenë ata parat? Pra student, ne do të vim e në universitet, e po të dojë le të pengoj. Edi Rama, nëse ti heq do një profesor që vjen e ne, të betohem. Kam për të ardhur e do të marrë sfarë që ku je. Sepse unë jam shqiptar, birë shqiptar, me mira vjetë. Pra, po tallesh me shqiptar, po nuk të lem me. Të kalen dhe i tani spaku, po ti e burgun e ke pak. Nuk e kam thënë kot që më mirë gjyq popullor. E pe kujt prisni gjyq? E pe këtyre këtu? Me çdo shtet të botës dashur shqiptar në demokraci reale, studenti, kur mbaron universitetin për jurist, për avokat, automatikisht në Amerikë bëhet prokuror. Me njërë, mbaron testën, bëhesh prokuror. Kurse këtu e kanë bërë, po mos qeve biri i bolqeviku, po mos ke punuar spion i Ministrisë të Brendshme, avokat jo. Sa e sa djemë të rinj kanë mbaruar universitetin juridiken, doktor, që është mbushur Gjermania vetëm me doktor shqiptar, po mbushet Evropa. Shpresa e kombit ka ikur për të detit, kurse llumi e kini breth në për qytet e be qytet. Amore Edi Rama, legjit do konfiskohen të gjitha, po të dashur shqiptar, si që ishini sot të shëndosh, që të bukur nuk janë, që janë fytyrë të fëlliqur. Vërtet kanë veshje të shtreta, por nuk u shkojnë. Nuk i shkon gomarit shal, dashur shqiptar, po ka samar. Edhe këtyre të njëjtët është. Nuk u shkojnë orat si të Edi Ramës që kushton 1 milion. Ja kemi nxjerrë më përpara. Po dashur shqiptar, këta i kanë mbajtur ambasadat serbe, greke, franceze. I kanë mbajtur ambasadat gjallë deri më sot, se ata kanë qenë bosët e Shqipërisë. Ata kanë bërë vila në Shqipëri, ata kanë bërë hotele në Shqipëri, ata kanë marrë toka vendin më të mirë, si për shembull Agasi, ka marrë gjithë Tiranën. Këtu ku jemi ne në zyrën qendrore, ka marrë Agasi çdo pëllëm tokë. Pra, dashur shqiptar, lajmi mirë do të jetë për shqiptarët. Agasi i ka bërë tepër rekord, çdo gjë i ka inqizuar, me kë ka folur, sidomos do habitini shqiptar, që deri dje keni trokitur dhe keni bërë njerëz të mirë. Fëmijët e këtyre që kanë qenë president, kryeministra, Agashi ka këto kullat bashkë me këta. Sepse nga PD-ja dashur shqiptar s'kan filluar arrestime, duhet që filluar me kohë. Kanë qenë deputet, kanë qenë ministra, kanë qenë zvenc ministra, por duke vjedhur i heqën dhe i shpjen në bangët. Pra, dashur shqiptar, unë mbremë
Treta ministrat, dikush mund të thot këta sekserët, agentët e Sërbit, po ti si mund ta bësh qeverinë? Unë bëj çfarë të ndoj qefi mua, sepse unë jam shqiptar, se unë mbroj kombin e Shqipërisë dhe dua ta bëj Shqipërinë atë që kanë ndeshur të parët e mi, të parët e gjithë Shqipërisë, të parët e Tropojës, të Kukësit e Dëdibërës, të parët e intelektualëve të Shkodrës, të parët e Labrisë, e Korçës, më mirë të them, e Veriut, e Jugut, e Lindjes, e Perëndimit. E ka ndeshur Shqipërinë të lirë, kurse Shqipëria ka 85 vjet, me regjimin stalinist, bolshevik, 46 vjet, kam përqendrimi, 35 vjet duke vjedhur, duke grabitur, duke rrahur shqiptarët, ai pat studentët, edhe mund t'i vrasin, e mund t'i rrajnë, shpresën e kombit, bërtasin, e pa parë një histori, e pa parë, është e çuditshme. Dikush mund thot, e pa mundur, kur unë e pash, u habita, a është e vërtet, thash? Është e vërtet, dashur shqiptar? A pra, bijnë tuaj, që rrini në për kafenet, e nuk vini të regjistroheni, që studentët, si në Amerikë, s'ka nevojë për numurin, drejt librat dhe fillon shkollën. Kush është mizoti, shkon me lartë. Ai që është mizoti student, nga viti parë, kalon në vitin e tretë, në Amerikë, po qeve i zoti. Nëse i zoti nuk paguan as $1 në Amerikë, studenti që janë të zotët, që e marrën notën A. Studentët e Shqipërisë jam i bindur se janë student më të mirë të botës. Kjo u aprovua dhe u vendos në Amerikë. Studentët që vinë nga Shqipëria, jo pse unë jam shqiptar, jo pse unë jam amerikan, po dual të parit në universitet. Habiten profesorët, habiten dhe ka raste dashur shqiptar. Studenti është më zoti se profesori. Ja këta në shqiptar, që janë doktor në Amerikë, inxhinier, profesor, jurist. Pra, këta në shqiptarë, kurse këta kodoshët. E në minutat e fundit, si a i gjarë pri që është duke ngordhur, fillon e lëvis e bishtin. O shqiptarët e mi, ju të gjithë vëllezër ku jini, duhen një gjyq ushtarak për të gjithë këta që u kanë vjedhur, u kanë coptuar. Por, spaku të 21 që janë atje brenda, kanë firmosur, kanë vizituar Amerikën të gjithë, i njohë të gjithë, janë betuar. Por, mendoni se do t'ja hithin në Amerikës e të mashtrojnë në Amerikën këto fytyra. Apo jo, zoti Braho. Ta din shqiptarët, zoti Braho ka qenë është nga Skrapari, ka qenë prokuror në Berat, prokuror në Vlorë, prokuror në Tiranë, hyri në SPAK, të gjithë më kanë thënë, po mirë, pse i zgjodh këta? Po këtë zgjidhmë, këta ishën. I ndërromim, mendonin se do na hithin, ja pra këta të dy. Një nga jugu e një nga veriu.
Po unë jam i bindur se këta, në këto minuta në që flas, telefoni do bjeri nga Amerika, për arsye dashur shqiptar, në Amerikë tashi po thuaj, ora është gati 2. Pra, telefonet vene vinë, por të mbaroni arestimet. Të mbarojnë arestimin e Ballukut, të sillni urgjent zvensk kryeministrin që keni në Evropë, që shëtit në hotel, në vilin e tij, bën intervistër në televizorin e Sali Berishës, ta sillni urgjent. Urgjent atë që zunë në Francë, që dënuan për turpin e botës, e dënuan për 7.000 euro. Për 7.000 euro dënohesh një person që vjedh një portofol. Dhe me keqja ishte presidenti i Francës doa dal një foto, tha, me milionerin shqiptar, sepse janë bashkë, vjedhën bashkë. Pra, unë i them sonte babës të Agasit, ai ka qenë deputet, është një intelektual, i biri ti në mosh, ashtu si që ka incizuar, e si që ka regjistruar, çdo gjë dashur shqiptar. Me kë ka vizituar, i ka regjistruar. Se Edi Rama e mirte kudo që vinte, pas. E mirte si tru, misgjuar. Se Edi Rama një i rrugëve, që flinte në nurat e Parizit. Mashtrus, gënjeshtar, mirte pikturat i shiste, i mirte për Shqipërisë, ka bërë gjërat të papara. Pra, babës të këtij zotniu t'i them, yt birë t'i biri drejt, i di të gjitha, pa marësi se s'paku i di, po s'ka ku vete me. Pa marësi se shumë gjëra që kanë nxjerrë në foto, që ka regjistruar, ky djalë që shihni këtu, mbajeni, mos e lutem, djali i ri, i ka regjistruar gjitha, po ka filluar s'paku se ka regjistruar deputet, ministra, ish presidenta, ish kryeministra, ish ministra të brendshme, i ka regjistruar çdo gjë që ka bërë, e ata se kanë ditur. Kanë filluar s'paku të seleksionoj, t'i heqi, s'pak mos i që i kemi dhe ne. Janë të gjitha të regjistruara. Pra, të jeni të bindur dashur shqiptar, atë arrestovi byroja kombëtare. Të njëjtën si që arrestuan në mes të rrugës Ilir Metën. Si që vajt në muar në Zyrë, kryetare e Bashkisë të Tiranës, Vilin. Viliu pranovi edhe doli vetë, e hyri në makinët, e s'ka për dalë sa tjetë gjallë më. Pra, ne po e përsërit e njerë, ne e kemi kryuar qeverin teknike dhe as kusht tjetër nuk e bën. Ne kemi zgjedhur njerëzit me intelektual, ekonomisti mi mirë, jo i Shqipërisë, po i Ballkanit dhe i Evropës. Profesori i Kosovës, një mi intelektual që ka shkruar disa libra, do t'jetë ministri i arsimit. Që në atë kohë arsimi të vejë në universitet e jo të bërtasi, po të shkoj tamam në universitet edhe t'i shërbej popullit shqiptar si mjek, si arsim, si inxhinier, si jurist, si oficer, si inxhinier
për ndërtime, që i kanë bërë ndërtimet qëllimisht, që s'kalon dot zjarrfiksja, i kanë bërë qëllimisht që të vriten shqiptarët, të digjen të gjallë. Pra shqiptar, këtyre u erdhi fundi, Spaku duhet të arrestoj Taulant Ballën, duhet të arrestoj urgjent Peleshin dhe qindra të tjerë. Janë 1840 deputet dashur shqiptar për të arrestuar dhe për të konfiskuar 100%. Do t'jetë më mirë të arrestoj Spaku se sa të bie në dorën tonë, sepse ne nuk pyesëm. Ne pyesëm shqiptarët dhe çfarë do shqiptarët do bëhen. Ja pra Peleshi, të dashur shqiptar, ka vjedhur gjithë Korçën. Po çfarë s'ka vjedhur më? U bë ministri i mbrojtjes, pa një klasë shkollë, i ushtrisë. Vodhi në Bregdet. U bë ministri bujqësisë të Byzekjes, pa ditur ç'do të thotë bujqësia. Pra shqiptar, keni vojtur 35 vjet. Fëmijët tuaj po vuajnë, i shihni edhe vetë si bërtisnin. Të betojmë kur i pash, unë nuk besova. Mu mbushën sytë me lot, që mu kujtua, kur ne një trenim në ip një bukën 600 gram, edhe prisim me dorë në hitin si qenë. Të njëjtën metodë për dorën dhe në studentët. Në shpresa e komës, në njerëzit të njomë, në njerëzit intelektual, që gjitha ata që shini aty e kanë fituar. Kanë dalë pari. Ja pra dëgjoni që u bëjnë fëmijë. Spak, shëgoje fotografin. Prokurori i përgjithshëm Qela, shëgoje qa behe. Qfar pret më? Foton e ke, a ju ipte tiketat. Ja ipte kur donte, ata zjatin dorën të ipte, a jo. Ti ipte parat. Kush ipte? Po ku t'jenin parata? Ata janë të trurit, po jo të parave, se s'kishën. Se babalarët e tyre. Ne nuk kemi thënë kot. Ju e pak dashur shqiptarë mbrëm, profesoren, që ka bërë plan, se si, nga fillorja dhe në universitet, e papar në historinë e Shqipërisë. Filozofe, të them më mirë, që është bërë shkencëtare, jo me para, po nga vetja. Nga një familje patriote, e më mirë të them hapur, nga familje Ballit Kombëtar, që kanë qenë patriotë të Shqipërisë, që komunizmi futi të gjallë. Ashtu si që futi, dhe dhëndrin e tij Enver Hoxha, kokën, Maria Omar. Shqiptar, a ju të rinj, që kanë bërë prindrëve gjyshëve tuaj, edhe ju përsëri ju a bëjnë, kurse a i me syze, që i është bërë koka si qenë stani, talet me të rinj. Pra shqiptar, këto ditë arrestojnë dhe gjithë. Po do arrestojnë më ndryshe, do i kje zvarë. Dhe ju, a jeni dakord, mund të shihni kushtetutën amerikane, kjo është kushtetuta e Shqipërisë si do jetë. Kjo është përkëthyer në gjuhën shqipe dhe do shpërndahet me mira e me mira kopjo. Kjo kushtetut të bën është tamam si Kuran, nuk vjedh dot, se të ze.
E nëse merr $1, shkon 6 muaj burg. Edhe në profesionin që ke, se ke me për të shfrytzuar. Ky është ligji, si në Amerikë. Je senator, si shumë senator që i kanë marrë me zinxhira nga gjyqi dhe i kanë hedhur në burg e s'dalën më. Ky është ligj. Kjo është tamam kushtetuta e Malësisë. Kjo kushtetut ka një ligj, ka një rregull. Kjo kushtetut se prek dot policin, si tani e godasin, e shtyn, një këpucë ka tjetër, një tjetër, pantallonat duke qepur, ku ka rritur. E bëjnë qëllimisht për të ulur autoritetin, sepse ai ka shqiponjë në kokë. Dashur polic, ku do që jini. Ju do jini shpresa e kombit të Shqipërisë. Ju do keni rrogën të mrekullueshme. Do të filloni me $1.200. Ne e kemi në programin ton, dashur shqiptar. Është bërë me kohë. Çdo gjë që është bërë, ajo do jetë realiteti. $1.200 më 2 javë. Plus të dashur shqiptar, ajo hartë që është e shqiptarëve, që se ka vënë deri më sot njeri, se nuk e do. Zyra qendrore, ku është e jam unë tani, ajo hartë është 6 metro me 4 metro. E janë 2 flamur, dashur shqiptar. Flamuri amerikan dhe flamuri shqiptar. Janë 2 rojet që ruajnë hartën e Shqipërisë kombëtare. Janë 2 gjëra që mbrojnë Shqipërinë e këto të bëjnë Shqipërinë e madhe. Amerika është me ju shqiptar. Flamuri shqiptar dhe amerikan do valvoj e në shekujt e ardhshme. Po para se të mbaroj, shqiptarët presën arrestime. Po shqiptarë. Arrestimet do t'i përfundojnë këta, që për ndryshe do arrestojnë këta. Këta nuk e arrestonin kur Agashin, por telefoni ra për te oqeanit. Dhe vjen me dosje, e ka e në zyrë dosje, po vjen me dosjet që brenda 24 ore të arrestojnë njerëzit. Nuk kanë më kuvë. Unë i them, për herë të fundit, Dumani që është në zyrë tani, sidomos Krajës që ka bërë lëmç Spakun, që të regon çdo gjë. Dhe Berisha saj të regon, Berisha del mbas 1 ore. Më vjen shumë keq Berisha, del flet 40 minuta, 100 veta ke. A pra nuk do më Shqipëria, se e coptove. E bëre në 17-ën, piramidat, naftën sërbëve, vrasje, e 21 janarit, nga dritaret e kryeministrisë, nga balkoni lartë, nga taraca, kërciste në mitrolozi, sikur ishin armiq, jo sikur ishin bind e Shqipërisë, jo sikur kishin erdhur, edhe ujë s'kishin pirë, të vdesi tjetri të vritet pa ujë e pa bukë në gojë. Më fukaren që ka patur Shqipëria. Pra, në theshtata nuk arrohet. Sidomos sa fabrika u prishën të qëllimshme, që bëni $biliona punonin njerëzit. Çfarë nuk u prishën në Shqipëri? Fabrikat që i kishin bërë të burgosrit, politik, të Laçit, të Fierit, të Fushkrujës, Çimento,
të fush Elbasanit, Cimenton, me të hyrë Elbasanit, çdo fabrik të burgosrit, të intrenuar, vullnetar, centrale, i rrafshuat, tanke, fyshek, u adhat sërbë. Me ato, vran bosnjakët e më në fund me naftën, doni të digjirin shqiptarët e Kosovës. Edhe më në fund, me urë të u të bes, po dalën dokumenta dashur shqiptarë. Doli, pardi, me gojën e ti, që ne kemi edhe në urë të arrestojnë 4 të uqekes, 4 djemë të Shqipërisë, 4 që mbronin tokën e tyre. Që ishte parë do njerë një histori, të vi tjetri në Baqë, pe Baqë të hyj brenda në dhomë, të vrasi, e të shpjeri në Hagën e Hagës, në Hagën e parave, të sërbëve, të francezve, të shqiturve, por, si që kam thënë, do lirohen dhe do arrestohen ja 2 veta nga ata gjyktarë, e s'do mos një Gjatosh, nuk po a them emrat, sepse i kanë torturuar për 6 vjetë. U azbardhë kokën me flokë të zeza, vajti Thaçi është bërë me kokë të bardha. Por i ka dhenë dhe një plagë familjes, iku dhe baba, dhe se pa djalin të lirë, në tokën e vetë, në shtëpinë e vetë, Kosovë, do të vinë djemtë e Kosovës. Kosovarë, u kam thënë para jave, që do hapen dosjet, do t'i shihni me sy tuaj. Ja pra Thaçi, që e mbante Albright, sekretarja e shtetit, kryeministrja e Amerikës, krah për krah i kam të gjithë fotot origjinale, kanë qenë vetë, pavarësisht se nuk më shihnin. Pra dashur shqiptar, ka 6 vjetë që rrinë trimat dhe stërnipat e patriotëve të Shqipërisë. Pra, dosjet kanë filluar që mbrem, po dalën në Kosovë. Se cilit janë këta? Cilit ishin këta që i shpu në burg, që kanë 6 vjetë, do t'i shihni dashur shqiptar. Pavarësisht se u keni krijuar këngë, i keni bërë patriot, ata janë agjentët e serbëve. Këta të dashur shqiptar janë patriotët. Nëse kanë bërë dhe një gabim familjar, zënje, le të gjykohen në shtëpinë e vetë, po jo në Hagë, në armikë tonë shekullor. Dikush më ka thënë, dashur shqiptar, po si do të më marrësh pasurit këtyre këta të shpje në Hagë? Është për t'i qeshur, të na shpjene në Hagë? Pa pyesëm në kush është Haga? Ashtu desh ta hitë edhe Berisha në Hagë, sekretarin e shtetit të Amerikës. Po, ka shtet në botë të gjykoj Amerikën, edhe të gjykoj tokën me miliona vjeçare që quhet toka e Shqipërisë, Shqiponjë. O shqiptar, këta u kanë mashtruar, këta i kanë darë parat bashkë. Qarë nuk u kanë bërë? A e bani mend Luli që bëri një hotel në Bregdet, i davi me Edi Ramën. Parat tuaja, gjakun tuaj, por aman, në përhund pilin që u a ka për të nëzirë. U a ka për të nëzirë, dhe sa ta kenë shpirtin të punojnë me kasë, me dorë të lidhur me zinxhir dhe me këmbë, të pastrojnë lumin që i kanë bërë kombit të Shqipërisë. Këta fytyra. E a pra, a e mbani mend kur u mbyll të 2 Luli me Edi Ramën, edhe u bashkuan pastaj e bën ministrat, e sidomos bën ministër të quajtur një kolonel që është në Amerikë. Ah, more shqiptar,
është bërë spionazhi i Ministrisë të Brendshme më keq se kur është spionazhi i Beogradit. Ja pra këto fytyra, këto karaktere fytyrash u kanë sunduar. Zgjoni pra, ejani të zini vendin e këtyre. Ejani pra të mbani Shqipërinë. Ejani prindër, t'i mbroni fëmijët tuaj që janë duke shtyrë e duke bërtitur e pa parë në historinë e kombit të Shqipërisë. Në shekullin 21, po e nxjerr qëllimisht për të tallur. E u thonë, ikni mos hajdeni më këtu. Ikni për të detit. Spitalet e Shqipërisë janë bërë pa doktor. Që të vesh në spitali të Shqipërisë, roja i parë duhet ta dorovitësh. Duhet t'japësh $20. Do vesh në dera e 20 tjera. Do vesh në infirmerja e 20 tjera. Do ngjitesh lart. As çarçaf, as batanie. Të vjen doktori, të shëgon nga xhepa. Po ilaçet doktor, ti jep një cop letër si letrat e Allvaxhiut. Shko meri, thot Firlan, farmaci, e i sill këtu në spital. Ja pra ku keni arritur. Mjaft shqiptar. Amerika është me ju. Kur them është me ju, 100%. Amerika u do më shumë se një ambasador që vjen. Keni të bindur. Pa marrësi se kanë ardhur ambasador lloj fytyre. Po do japin llogari, po të kenë vjedhur. Do japin llogari. E $1 po të kenë marrë, aty do bëhet gjyq. Edhe janë gati për gjyq. A shqiptar janë gati për gjyq. Pra, Edi Rama është gati për burg. Demonstrata dashur shqiptar që është, ne pregatitëm dhe e kanë zënë disa satelitët e Saliut dhe të Edi Ramës. I paguajnë për natë me zarfet. Të quajtur gjoja barigar, që atas janë as barigar, atas janë as qobin. Marrën zarfet. Gjoja ishën bashkë. E kemi e foton, po dofta zotnia nuk e di, janë foto të shumta të këtyre që bëjnë demonstratën. Nuk e di, drejtoresha duhet t'i thot se ku është fotoa, ishte e mirë të nxirmim. Pra, të dashur bashkëdhetar në demonstrat janë njerëz të gjithë të futur e do të shihni fytyrat e tyre se cilit janë, e t'ua shpjegojmë. Janë emrat e tyre një nga një. Prisni një minutë, sa bukur. Të dashur shqiptar, po ju nuk e pas keni edhe kryesori. Ai që shumë mirë. Të dashur shqiptar. Para në fillim kur filluan, a i shini Kristaq Kume. Ka qeni keqezes, ka vjedhur parat e dynjas në keqeze dhe bërë një copletës si Allvaxhiu, do bëshin ministra, do bëshin me radhë. Ishte edhe ky gazetari Osman Stafa. Apo ky Ermal Hasanaj, që shkon lartë e poshtë, gjoja bën organizimin të gjithë satelitët e Saliut e Edi Ramës. Gent Progri, dashur shqiptar, paguan këta zotnin që janë. Sidomos ky Mençan Zotaj, hiqet si barigard, ua kap mikrofonet të rinjve, sidomos erdhi një emigrante të quajtur, pa ajo shqiptare në Itali, dhe tregovi realitetin se në burgjet
e Italisë plot me plot të shqiptar, ky ja hoqi. Pra demonstrata. Kurse ky Arben Kola, të dashur shqiptar, ka filluar ma në flamur e dojqën flamur e Amerikës, e hoqën, dhe mba flamur gjep, unë përsëri po i them sot zyrtarisht. Iqje flamur Amerikan nga gjepi, që ti nuk ke kokë të mbash edhe dhitë e katullit tëndë. Pra, ky Genti, po i godet njerëzit, ishte një djalë i ri, nuk e kemi në foto, të dashur shqiptar, e përzun. Pardije përzun e një vajzë të re, që është me lapaj, më ka erdhe në zyrë, e përzuri po ky njeriu, i dërgovi ca barigar gjoja janë të fort, o zot, ku ka rritur Shqipëria. Pra, por është ky Altin Gonxhaj, së bashku me këtë Dritan Gonxhaj që ka dalë me një cëllufe nga mbrapa, që thot kam qenë një uçekes, që thot jam njeri që del në televizor ka një vit dhe thot Rusia është me fort, Amerika s'ka gjë prej gjë dhe humbasi. Ky zotnia. Pra këta janë në demonstrat. Sidomos Gent Progrni, Shpend Gashi, vete në Kosovë e thot, e janë i Kosovar, ta bëjmë flak Shqipërinë. Pra dashur shqiptar, kushdo që bën pyetje për çështjen e demonstratës, ditë e para, po thuaj, Tirana arriti mbi 100.000. Shikoni sa ka, 10-20 veta. Të njëjti njerëz, sepse nuk kanë më para që t'i paguajnë. Zarfet janë të shtrenta. Pra dashur shqiptar, sidomos ky Osman Stafa, një gazetar i News 24, zebërtet e thret. Ky, zotnia, që gjithmonë i rri pranë Sali Berishës kur bën një intervistë, çdo ditë. Del aty, edhe flet, ne do bëjmë qeverinë. Pra dashur shqiptar, nuk është mirë që them, po këta burgun e kam pak. Që kërkojnë, bëjnë demonstratë për rrugët, drejtori policisë, ki kujdes. Që këta janë të organizuar nga Edi Rama e Sali Berisha. Sidomos Pardije, dual deputet e Sali Berishës, një djalë i ri, që është bërë deputet e bëri Saliu, dhe bërtiste e thoshe ja sa shumë njerëz jemi. Këta u vënë njerëzve duke pirë kafe dhe i shajnë me letër shtëpie. Ngërë unë ju thonë. Duan që të zenë të godite njeri me tjetrin. Pra shqiptar, këta nuk janë për demonstrat, këta janë satelitët e tyre, këto 3 partit ty janë të Saliut e të Edi Ramës, 3 partit e tjera të Sheut, të Lapaj e të Qorit. Këto partit janë anti-shqiptare, partit që u kanë vjedhur e që u kanë coptuar. Ja pra dashur dosjen e tij. Unë një pyetje i bëj Osmanit, si gazetar, mua në fillim më ka pëlqyer këta të rinj. Unë i dua gazetarët që janë në teren. Janë të rinj e si paguajnë. Po i them Osmanit, ku i gjete parat? Kush të paguan të ka shtren ty? Ti e pa punë. Qa punë? Hysen Bellius të paguan. Hysen Bellius paguan as taks. Hysen Bellius gati për në burg. Pra, të dashur shqiptar, ky ishte qëllimi, po i kthej përgjigje njëri që thoshte për çfarë arsye thoni për demonstratët. Zotni, unë vajta në Amerikë, krijova demonstratët, se kam fjalën para 3 javë, e kam fjalën para 3 muajve, ca. E krijova për herë të parë në Tiranë, me çdo vend të Shqipërisë, të Amerikës lajmëruam,
U këtheva në Evropë, në Ingliterë, kudo, në Francë, u ngritën. Po a demonstratat që janë në Amerikë, që bëjnë, që e njojtën Shqiprinë në tërë botën, nuk janë me këta. Këta i lenë të flasën ata që duan, prallat me mbret. Din vetëm i fjalë të parëndësishme, Sali u burg, Edi burg. 10 herë thonë për Edin, 1 herë thonë për Salin. Pra shqiptar, ata kam përfunduar, jam mbledhur me njerëzit më të paaftë, njerëzit më dembela, parazit, që marrën parat gjakun tuaj. Pra të dashur shqiptar, unë po e përfundoj me njëherë, syti kini ke spaku, spaku do përfundoj, mendoni gjithmonë që kur të vi një ambasador tjetër, çdo gjë do ndryshoj. Të dashur shqiptar, ambasadori që vjen është ushtarak. Nuk është biznismen, nuk është politikan, nuk di të vjedhi, nuk di të korruptohet, a ish ushtarak që i ri dhe deri sa doli në pension, a ish general major me gradë shumë të madhe, vjen këtu sepse Shqipëria i duhet një ushtarak. Këtu duhet i gjithë të jenë ushtarak të betuar që ta bëjmë Shqipërinë me kufi natyror. A e u takua atje, po do vi drejtja në SPAK dhe të thot, akoma s'keni përfunduar arrestimet, do vej në zyrë, ka që shpunet. Nuk është si ambasadorët e tjerë që hingëllonin, që dilnin, e vinin edhe kur beshe synet njeri që t'i hipnin diçka. Natën e mirë, dashur shqiptar, Zoti bravo, lajmëro me telefon para se të nisesh, se duhet t'i shtu urgjent, mbaro arrestimet. Arrestoje drejtoreshën që e latë të lirë, arrestoje beqen përsëri fute në burg, arrestoje atë të Francës urgjent, zvendës kryeministrin që ke në Evropë, të gjithë që janë këtu, Ballukun duhet të arrestosh 1 orë e më parë. Natë e mirë shqiptar, rrof Shqipëria me kufi natyrore, me 2 flamurët, flamuri shqiptar me mira vjet, flamuri amerikan 250 jetë. Bajeni dashur shqiptar, ky është flamuri juaj. Po jo ta mbaj flamurin ai zotnia që ishte në demonstrat që del me megafon, del edhe me një shenjë bojbari që ta njohin, që ta din që ja, Edi Rama, shoku i tij, miku i tij, po bën punë, po vjen vërdall. Edi Rama po t'ishte për këta, rronte 120.000 vjet të dashur shqiptar. Pra, Edi Rama e di hallet e tij, edhe di se çdo t'i bëjmë ne. Çdo gjë ka përfunduar, këta do t'jenë në burg për tërë jetën, deri sa t'u dali shpirti atje, duke punuar me zinxhira. Pra, të dashur shqiptar, natën e mirë, e miru pafshim ne.